Fatkeqësisht shoqëria kosovare me kalimin e kohës, në veçantë skena politike nga demokracia duke kaluar në idiokraci, ku definitivisht jep të drejtë vetes që të informoj me informata të shumta dhe informimi i shumt me informata të pasakta kalon në dezinformim. Dhe ajo që është më shqetësues është fakti që sot nuk ka llogaridhënie për fjalën e folur, të thuash në këtë kohë të krizës ku inflacioni është në nivel më të lartë se kosovarët janë më të pasur, të thuash në këtë kohë kur kemi inflacion që po ndikon në mënyrë direkte, indirekte apo perifere në ngritjen e çmimeve në mënyrë të pakontrolluar që po e godet standardin shtar të Kosovës, të thuar se kosovarët kanë do thotë shumë parë apo s'kan pas kur më shumë para se tani, vërtet është diçka që e dëshmon më së miri që në Kosovë shoqërinë politike shumë më tepër e ka kaplu turpi se sa realitetin cilin jetojnë. Jemi një shoqëri e marrë nga importi ku vitin 2025 do të jetë një rekord me më tepër se 7 miliardë euro importe, e kemi një inflacion që nëse në vitin 2010-2011 diçka ke pagun 100 euro, sot e pagun 800 euro dhe këtë po vërin qytetarët të Kosovës, e kemi një pagë minimale tani të propozuar me 500 euro, e cila pritet të miratohet, dhe kur e kemi parasysh faktin që për varfrinë ekstreme nuk flet askush, qoftë nga institucion ndërkombëtare, qoftë nga institucion vendore, vërtet është shqetësim më i madh. Një familje 4 anëtarësh për të jetuar një jetë normale, pa luks, po vetëm me nevojat elementare, i duhet t'i ketë 1386 euro. Dhe si mund t'i sigurosh sot aq lehtë këto mjete për një jetë të standardit normal. Prandaj vërtet po e shihni që tëra kjo nuk është rasti, është tentativë e dirigjuar për të krijuar amullin në masë dhe dikush për fat të keq që i ndëgjon këto informata dhe beson, por duhet të kuptohet që nuk jetohet nga dhëna të gabura, nga dhëna statistikore të cilat janë një grumbull i dhënave të gabuara paraprakisht. Kosova ka nevojë për transparencë, Kosova ka nevojë për dialog, ka nevojë për uljen e kësaj përçarje dhe ndarje të popullatës, sepse me dezinformata të tilla definitivisht nuk ecet para. Prandaj sot duhet jemi me qytetarë, sot duhet jemi me ekonominë dhe sa më herë të kuptojmë rrezikun që i ka nosur Kosovës nga një inflacion importuar, një inflacion i cili është shndruar në smundje kancerogjene për jetën e qytetarëve dhe kur një shoqëri ka plot nga një metastazë, atëherë ka mbetet përveç kalimit në një gangren, e cila definitivisht shumë sektorë të shoqërisë kosovare do t'i amputoj. Është koha kur duhet vërtet ekonomia të depolitizohet, të shihet realiteti dhe vetëm atëherë të avancojë një dialog i cili do të na shpijë drejt një ardhmërie më të mirë dhe jo drejt vetëm kalkulimeve politike në interes të pushtetit dhe jo në interes të shtetit dhe qytetarëve. Jena në kampanë zgjedhore dhe do të kuptohet që tani duhet jemi të përgatitur për dezinformata të shumta, po mos harroni që këto dezinformata kanë efekte negative të një pjesë e shoqërisë e cila është targetuar nga pushteti aktual, dikush edhe beson sepse kur e bombardon me informata në mënyrë kontinuele, ajo kalon një dezinformat të cilë dikush edhe beson. Prandaj vërtet e tëra kjo nuk është e rastishme, është një scenar i përgatitur, nuk është scenar i përgatitur për profesionistë dhe njerëz që e kuptojnë realitetin, por janë ndoshta mua ata 40% të targetuar të qeverisë në pushtet që mendon t'i majë në këtë mënyrë dhe të jenë votues të garantuar, por realiteti është vërtet shumë shqetësues sa që paraqitet në këtë mënyrë. Duhet të kuptohet që skena politike në Kosovë vërtet është duke ballafaqsuar një krizë morale dhe duhet të kuptohet një vërtet tjetër që shenja e parë e kaplimit të shizofrenisë në skenën politike të Kosovës është atëherë kur humbet turpi dhe turpi politik në Kosovë ka humbur.